Përshëndetje Meti, pra a është e vërtet që po hjeket testi A1 dhe testi B1 pra nga data 1 gusht 2025. Hajde gëzona pak, pra ma ka shkruar njëri një pyetje se i kum po disa video që kanë qarkullu edhe në gjuhë gjermane. Unë e di më thonë kështu, vllazën e motra, bani kujdes se me të vërtet atë shumë njën të kriju video të rrejshme sa që çuditesh edhe vetë kur ta nish se sa mirë po e zbukurojnë, po e jeshojnë edhe shmohonin një mbot prap pidin edhe temat ndoshta të cilat janë interesant edhe po lidhen me atë temë dhe pe bojnë një propagandë një rend. Vllazën e motra, ju e dini që me konë një gjë e tillë unë e marr vesh shumë shpejt dhe ju njoftoj dhe kur t'ju thomon që ashtu do t'jetë mo nuk o kush e thën. Por, çka dim ju thonë, mësoni gjuhën pa tjetër se pa gjuhë ju të cilët keni vendos pra të merrni letra më të gjata, pra më afat gjata si leje qendrim të përhershëm apo pasaport gjermane, pa e përfundu testin B1 nuk keni shans. Edhe mos e bleni, po kryeni vet. Edhe ju të cilët jeni të prit për bashkime familjare, patjetër kryeni testin A1, mos e bleni, po kryeni në mënyrë të rregullt. Më mirë vononi pak, por bile e dini që e keni kry për një me. Unë nuk po e komplikoj ma shumë këtë video, veç thasht ta dhosi përgjigje pasi që është një temë e nxehtë, pro që të gjithë e presin një gjë të tillë, po të ishte vërtet do të ishte shumë mirë. Unë ju përshëndes të njerëz gjithë dhe me respekt, Muhamet Bajrami Meti, kaloni sa më mirë.